أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Vëllezër të ndershëm besimtar që jeni këtu dhe ju që na përcjellni përmes ekraneve tuaja, Allahun Gjelle Gjelalu falenderojmë për dhuntin e besimit, e falenderojmë për dhuntin e Islamit, e të Kur'anit. Allahun e falenderojmë për gjitha dhuntit që i shohim e që nuk i shohim, që i dim e që nuk i dim. Atë falenderojmë, ndihmë dhe falje prej tij kërkojmë. Përshëndetje më të ngrohta më të përzemërta i çojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar besimtar, duke u nisur nga besimi ynë se Allahu Gjelle Gjelalu është i pajisur me emrat më të bukur dhe me cilësitë më të përsosura, e që një ndër këta emra të bukur të Allahut Gjelle Gjelalu është El Hakim, i urti, që do të thotë se çdo gjë që ka krijuar dhe që e ka bërë të lidhshme e ka bërë me urtësinë dhe dijen e tij absolute, në dobi të njerëzve, e mbi të gjitha për plot këshilla e mesazhe për njerëzit në përgjithësi e për besimtarët në veçanti. Andaj, edhe këto ditë që i kaluam të Dhulhijhes, bashkë me ditën e sotme dhe ditët në vijim të Kurban Bayramit, me gjitha adhurimet e mëdha, haxhin si shtyllë e Islamit, faljen e namazit të Kurbanit, të Bayramit, therjen e Kurbanit, përmendjen dhe madhrimin e Allahut Gjelle Gjelalu me tekbire, të gjitha këto janë nga ana e Allahut madhrishëm, që besimtarët të fisnikrohen e të ngriten në gradat të larta të Zotit Gjelle Gjelalu, por edhe të jenë më fisnik mes njëri tjetrit. Janë të shumta fjalët që duhet thënë për këtë ditë madhe të Kurban Bayramit, por do të ndalem tek disa prej mësimeve e mesazheve që përçon kjo festë. Vëllezër dhe motra, sot jemi zgjuar në një ditë gëzimi që simbolizon haren pas të arriturave. Argëtimi, si në çdo kulturë, edhe te ne zën një vend të posaçëm. I dërguari ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duke i kujtuar Ebu Bekrit radiallahu anhu vendin që argëtimi e zën në jetën e njeriut, tha: inna li kulli qaumin idun wa hadha iduna. Çdo shoqëri ka festën e saj e kjo është festa jonë. Festat e Bayramit, si për nga karakteri, si për nga ndikimi, janë festat më popullore në vendin tonë. Në këto festa, besimtarët përjetojnë afërsinë me krijuesin, ngrohtësinë e familjes, respektin për tjetrin dhe përkrahjen për vëllain e për të nevojshmin. Prandaj, festat tek ne dallojnë jo vetëm për shkak të ambientit dhe natyrës festive, por edhe për shkak të mësimeve e mesazheve përmbajtësore që përcjellin. Nëse simbolikisht festa e Fitr Bayramit lidhet me fillimin e shpalljes së Kur'anit, atëherë festa e Kurban Bayramit lidhet me përmbylljen e kësaj shpallje. Si sot e 1400 vjet më parë, Allahu Gjelle Gjelalu i shpalli pejgamberit ton Muhammed alayhi salatu wassalam në rafshnaltën e Arafatit citatin që konsiderohet të jetë përmbyllës i shpalljes, ku thot Allahu Gjelle Gjelalu: el yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, që do të thot: sot përsosa për ju fen, plotësova ndaj jush dhuntin, zgjodha për ju islamin fe. Kështu që gëzimi i përbashkët këtë ditë rrit ndjenjen e përkatësisë dhe kontribuon në mbrojtjen e identitetit. Jo më kot thuhet, më trego çfarë të gëzon, të tregoj cili je. Në këtë rast, sigurisht që vlen të theksohet fjala e Zotit madhënishëm ku thot:
Qul bi fadlillahi wa bi rahmetihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Thuaj, me dhuntin e Allahut dhe mëshirën e tij le të gëzohen. Kjo është më e mirë se ajo që e grumbullojnë. Përderisa grumbullimi i pasurisë na gëzon, atëherë e udhës është që udhëzimi i Kur'anit dhe shëmbëltyra e Muhammedit alayhi salatu vesselam të na gëzojnë edhe më shumë. Pra, le të jetë si mesazh i parë i kësaj feste, mesazhi i gëzimit dhe i hares që duhet të mbretëroj në mesin ton në këto momente gëzimi. Të nderuar vëllezër besimtar, prej mësimeve që mbart me vete kjo fest është pikrisht pastërtia e shpirtit, sinqeriteti për hir të Allahut dhe dashuria absolute e pakushte ndaj Allahut xhalla xhelalu. Të nderuar besimtar, Islami është fe e ndërtuar mbi monoteizmin ndaj Allahut xhalla xhelalu. Andaj edhe kërkon nga pasuesit e tij që veprat t'i bëjnë vetëm për Allahun e për askë tjetër. Allahu thon në Kur'an: "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din." Ata nuk janë urdhëruar për tjetër, pos që të më adhurojnë me një adhurim të sinqert. Haxhi, të nderuar vëllezër, është adhurimi më i madh që bëhet në këtë ditë. E haxhilerët posa të fillojnë ta kryejnë haxhin, ata fillojnë ta shqiptojnë telbijen me bindje të plot në të duke thënë: "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak." Që do të thotë të përgjigjem o Allah vetëm ty të përgjigjem ty që nuk ke ortak, vetëm ty të takon lavdi, mirësia dhe sundimi, ti nuk ke ortak. Gjithashtu duke u nis nga vetë emri kësaj feste, pra festa e Kurban Bajramit, e dim se kurbani është ndër adhurimet më të mëdha me të cilat karakterizohet kjo festë, ku besimtarët presin kurbanët për të afruar te Zoti xhalla xhelalu. Kurbani, të nderuar vëllezër, nuk është vetëm një thërrje e thjeshtë. Ai në vetvete ka një histori të lashtë. Kur Ibrahimi a.s. ishte i shtyrë në moshë, Allahu e begatoi me një djalë. Më pas Ibrahimi a.s. pa në ëndër se duhet ta therrë voglushin e tij Ismailin. Babë e birë ishin të gatshëm të flijojnë për Allahun pa asnjë hezitim. Mirë po kur Ibrahimi u bë gati ta realizoj urdhrin e Allahut, Allahu xhalla xhelalu i shpalli: "Wa nadaynahu ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, inna kadhalika najzi al-muhsinin, inna hadha lahu al-bala'u al-mubin." Ne e thirrëm atë: "O Ibrahim, ti tashmë e zbatove ëndrrën, ne kështu i shpërblejmë të mirët, vërtet kjo ishte sprovë e qartë." Të nderuar vëllezër, Allahu xhalla xhelalu kërkoi në ëndër nga Ibrahimi a.s. ta e therrë të birin. Pastaj kur të dytë ishin të gatshëm të sakrifikonin, Allahu e thiri Ibrahimin dhe i tha se ëndra u realizua. A thu vallë u realizua ëndra në fakt? Ibrahimi a.s. kishte parë në ëndër duke e thirrë djalin e tij, e jo kurbanin. Pra, Allahu xhalla xhelalu në këtë rast e vlerësoi atë që ishte në zemrën e Ibrahimit. Pra e vlerësoi gatishmërinë, sinqeritetin dhe vendosmërinë e tij. Për këtë edhe ja vlerësoi sikur të e kishte thirrë të birin. Allahu e shikon zemrën tonë, sinqeritetin tonë, gatishmërinë tonë për të flijuar, nga se në sprov nuk kërkohet do e mos konkretizimi i saj, por vetëm gatishmëria për të flijuar. Këtë e argumenton edhe fjala e Allahut xhalla xhelalu ku thot: "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadu Allah 'alayhi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila." Allahu thot: prej besimtarëve kishte burra që vërtetuan besën e dhën Allahut, disa prej tyre e realizuan premtimin duke rënë dëshmor, dhe ka prej tyre që janë duke pritur ta zbatojnë, dhe ashtu ata nuk bën kurfar ndryshimi. Pra, Allahu xhalla xhelalu po i lavdron të gjithë ata që ja dhanë besën Allahu dhul xhelal për të fliju,
e pastaj jo do e mos të gjithë ranë dëshmor. E rëndësishme në fund, wa ma baddelu tabdila, ata nuk lëvizën, nuk ndryshuan asgjë, pra nuk e thyen besën e dhënë Zotit xhalla xhelalu. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: Allahu nuk I shikon fytyrat dhe as trupin tuaj, por I shikon zemrat dhe punët tuaja. Për kurbanin Allahu azza wa jall thot: la yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tek Allahu nuk mbrin as mishi as gjaku I kurbanit, por mbrin devotshmëria juaj, pra sinqeriteti e qiltërsia e shpirtit. Të nderuar vëllezër, këtu përveç që mësuam rëndësinë e qiltërsisë dhe pastërtisë së zemrës, këtu mësuam edhe dashurinë e madhe dhe të pakushte e të pakompromis të Ibrahimit alayhi salam, por edhe të Ismailit alayhi salam ndaj Allahut të Madhreshëm. Me gjithë dashurinë e madhe dhe dëmshurinë që kishte Ibrahimi alayhi salam për të birin e tij, dhe gjithashtu me gjithë dashurinë e madhe të Ismailit për të jetuar bashkë me babën e tij, ata që të dy ishin të gatshëm të flijojnë dhe dashuria ndaj Allahut ishte më e madhe. Të nderuar vëllezër, mësimi I tretë që marrim nga Kurani, nga kurbani, është rëndësia e sakrificës, mundit e angazhimit. Ibrahimi alayhis salam ishte I gatshëm të sakrifikon e t'i lë gruan e tij Haxherën bashkë me djalin Ismailin në një vend të braktisur. Por edhe gruaja Haxheria ishte e gatshme të sakrifikon e të pranon të qëndrojë në atë vend me të birin e saj. E nga kjo sakrificë, nga ky kurban, u ndërtua Qabeja, vendi që simbolizon dijen, vendi që simbolizon udhëzimin, vendi që simbolizon qytetërimin e civilizimin. Sikur kurbani na drejtohet e na thot: nëse dëshironi ta ndërtoni vendin, nëse dëshironi të bëni mendikim dhe faktor, duhet sakrificë, duhet mund e angazhim. Pra mesazhi I kurbanit është të angazhohemi, të japim mundin, të sakrifikojmë, secili nga këndi I tij, secili me mundësitë e tij, secili me detyrat dhe përgjegjësitë e tij. Mirë po ta kuptojmë se nuk ka të ardhme, nuk ka ndërtim, nuk ka zhvillim pa sakrificë dhe pa mund. U sakrifikua Ibrahimi alayhis salam, djali I tij Ismaili, gruaja e tij Haxheria, një familje u sakrifikua që sot ta vizitojnë Qabën miliona e miliona njerëz, të bëhet vendi më I vizituar në botë dhe të bëhet vendi më I shenjtë në fytyrën e tokës. Çdo vend I zhvilluar u ndërtua mbi bazën e sakrificës, mbi bazën e çmimit që banorët e atij vendi ishin të gatshëm me dhënë. Edhe vendi ynë me qindra vite u lag me gjakun e dëshmorëve, të cilët dhanë jetën e tyre që ne sot të jemi të lirë. Andaj, mbi bazën e sakrificës së tyre dhe të shumë të tjerëve që janë të gjallë në mesin tonë, ne sot jetojmë të lirë. Kështu që të vazhdojmë ende të sakrifikojmë, të jemi të gatshëm të paguajmë çfarë do çmimi për ndërtimin e vendit tonë dhe për ruajtjen e vlerave tona fetare e kombëtare. Vëllezër dhe motra, Kurban Bajrami na kujton edhe një nga ngjarjet më të rëndësishme në për të cilat kaloi Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ishte pra haxhi I lamtumirës, ku në ditën e Arafatit, në vendin e quajtur Arafat, unë ngrit dhe para më shumë se 100.000 njerëzve, 100.000 haxhilerëve mbajti ligjëratën më përmbajtësore në historinë e njerëzimit. Aty rënjosi bazat dhe themelet e një shoqërie ku mbi të gjitha theksoi dy gjëra: barazin dhe të drejtat e njerëzve. Pra një ndër porositë më të thella ishte shpallja e barazis, ku tha: o njerëz, Zoti juaj është një dhe I vetmi, dhe babai juaj Ademi është një. Nuk ka asnjë e përsi arabi mbi jo arab e as jo arabi mbi arab, përveç se në devotshmëri. Padyshim që kjo ishte një deklaratë revolucionare për kohën, sepse vënte në pikpyetje strukturat e padrejta sociale dhe racore që ishin të zakonshme
në atë epokë. Nëse e shohim realitetin e njerëzimit sot, ku ende bota që pretendon civilizimin rënkon nga padrejtësia racore, etnike e fetare, ndërsa Islami qysh atëherë e ka sqaruar rrugën e tij drejt barazisë së njerëzve. Gjithashtu, mesazh tjetër i spikatur në këtë hutbë të Muhamedit alayhi salatu wassalam ishte shenjtëria e gjakut, nderit dhe pasurisë. Nga se vetëm kur shenjtrohet gjaku, nderi e pasuria, sigurohet edhe individi, edhe familja, edhe shoqëria. Në atë shoqëri që në emër të drejtave të shprehjes në përkëmbët gjaku, nderi e pasuria, në atë vend është në krizë familja dhe shoqëria. Të nderuar vëllezër dhe motra, ajo që na mëson kjo ditë e madhe përmes thërjes së kurbanit është bamirësia, solidariteti dhe afërsia me tjetrin. Kjo ditë na mëson një rregull pa të cilin nuk bën jeta, rregulli i reciprocitetit me Allahun xhalla xhelalu. Ashtu siç jemi robërit e Allahut, ashtu Allahu është me ty. Ai që dëshiron ndihmën dhe përkrahjen e Allahut, le të ndihmon të tjerëve. Ai që dëshiron të jetë i lumtur dhe rahat, le të bën të tjerët të ndihen të lumtur dhe rahat. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: Inna Allaha kana fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allahu është në ndihmën e robit të vet, përderisa robi është në ndihmën e vllaut të vet. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: Kush i largon vllaut të tij një breng prej brengave të dynjas, Allahu i largon një breng prej brengave të botës së tjetër. Kështu është kjo fe. Bën mirë, gjen mirë. E shpërndan pasurinë të shtohet pasuria. Andaj edhe ne therrim kurban, shpërndajmë kurbanin, vizitohemi mes veti që Allahu të na shton pasurinë. Çdo që e gëzon në këtë ditë të gëzuar, Allahu do të bëjë të gëzuar në këtë botë dhe botën tjetër. Kujdo që ja fal padrejtësinë që e ka bën ndaj teje, Allahu do ta falë ty. Andaj le të funksionojmë si shoqëri mbi këtë parim. Ne mëshirojmë, Allahu na mëshiron. Ne falim, Allahu na fal. Ne ndihmojmë, Allahu na ndihmon e kështu me radhë. Për fund, të nderuar vëllezër, e lutim Allahun xhalla xhelalu që të presim edhe shumë bajrame të tjera në rahati, në liri, në siguri e në mirëqenie të përgjithshme. Lutim të madhin Allah që mbar popujt të jetojnë në rahati e qetësi, e sidomos në vendet ku po mohohet e drejta për të jetuar, po jo mohohet e drejta themelore për një jetë të dinjitetshme. Allahun e lutim të përfundojnë këto luftra, këto dhimbje. Lutim Allahun e madhreshëm që të vdekurit tanë t'i mëshiroj, të smurit tanë t'i shëroj, të rinjit e të reja tona t'i drejtoj në rrugën e drejt, e t'i largojnë nga çdo dukuri e keqe që i dëmton. Allahu ynë na forco zemrat tona në fen tënde. Allahu ynë na ndihmo të përmendim e të falenderojmë e të adhurojmë në formën më të mirë. Allahu ynë na jep të mira në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit. Allahu ynë na fal neve, prindrit tanë dhe gjithë besimtarët ditën e llogarisë. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.